Tani koncepti është që kanë ndryshuar gjonat. Dhe në këtë fushë vëlla këtu e mret vetëm. Rrotulloj kështu me hitajt me Ramën e me gjitha çakaj. Në këtë lloj kuptimi po të shpjegoj që gabimi që kanë bërë këta është që ka rënë sy ndërkombëtarisht. Dhe ka rënë sy si njerëz që mbledhin të dhëna për ndjekje të 10.000 qytetarëve në Shqipëri. Pra kjo është ajo që quhet buj. Pra kjo është varre, kjo është ajo, ke parasysh bëjnë grop për ne e ha vet. Bëjnë grop për ne e ha vet. Do thosh dikush Altin po të janë gjithë me Rama. Po pra po kanë ndryshuar loja këtë po ju shpjegoj. Ka ardhur një moment që të po lëshojnë Ramën. Dhe arsye pse po lëshojnë Ramën, pjesë, varet nga tuajt, varet nga nivelet, janë diplomatike, janë politike, janë ushtarake, janë policore, janë hetimore, janë biznes, janë mediatik, nuk ka rëndësi më, të gjitha ekzistojnë njëkohësisht, duke e zhbër dhe duke e lëshuar, më kupton logjikën. Pse? Për shkak të acidit që ndodh çdo ditë në orën 7. Pa, kjo është ajo, pra, si po më rënqetet mishi me këtë. Ora këtë do të kuptojmë, ose ju që thoni gjithë me, ça duhet kjo, duhet ajo, ça do bën ju. Ora ti ç'a po bën më valla? Ti që e thua këtë, ti ç'a po bën më valla? Ti bëj diçka tatën më burr. Ti ç'a po bën më? Këto njerëz që thon këtë gjë, ti ç'a po bën më? Pse duhet më udorzu? Pse duhet të thon? Ai po pordonon, ti më thua jo po nuk lëviz herë komë të valla, lëviz herë komë, shtyje herë thu jo, nuk lejoj. Ju që mungon me arsye e ka fal Zoti. Çdo kush nga ju që ka mundësinë të vi, duhet të mendoj që po serdh do mungon një kohë vacini. Ora mos hajde as për Altin, as për Altin, pra asnjë tjetër më. Hajde për veten tat, më kjo është ajo që kemi thënë që në fillim. Jo, ti që ke mundësi të vish. Flas për atë që ka mundësi të vi. Pra, e ka mundësi të thotë që e ka kohën me ardh, se ka rob që në verë kanë dhe shumë angazhim. Unë isha me ideal, po kthesha nga Saranda, një protestues që kam njohur protesta prej 7 vjet kode studentëve. Që e kam inkurajoj gjithmonë, kam mbrojt kur e përsekutonin këta në për komisariate, që bibi provet etj. Edhe i çante zemra se s'vinte dot protestë, punon në Sarandë në periudhën e verës. Më kupton, do nxjerrë lekët e jetesës. Edhe i çante zemra, mos e vrit mendin thoshte. Ajo që ke bërë ti 2018-19 në kohën e plandemisë që ti je një hero i Shqipërisë. Është rezultati këtu. Ora i thash ti je hero i Shqipërisë, thash. Ajo që ke bërë ti me Andrea Bregun, me këtë mikun ton Kuçukun, Arion Kuçukun. Që ai punonte kamarera atje dhe ai shkreti thoshte, se lidheshin telefon, doja të vija dhe unë protest, po punojnë atje, janë detyruar. Thashë, ju jeni heronjtë e Shqipërisë, ju keni shpëtuar çunat dhe gocat e Shqipërisë, gjithë fëmijët e Shqipërisë kur përplasen dyert e universiteteve me rojet, policët për të mos i dhënë vaksinim. E kupton çfarë çunash po flas? U qante zemra. Po un po them për ju tjerë që nuk e keni këtë pengesë. Ata që thon këtë pra. Ju që se keni këtë pengesë, që rrinin kafe. Po i hiqni një kovë aci, po i zgjasni një ditë tjetër Ramës. Jeni një kovë me acid që tret atë, që gërryen atë. Është efekti acid. Çdo ditë, çdo kush nga ne është kovë acidi. Kundër Ramës, kundër sistemit, kundër të keqes, kundër planit për zhdukjen e Shqipërisë. Pra ne jemi sitush me trupat tan prezent, s'po na kërkon njëri të ftojmë si në Kosovë, me armë dorë. Po na kërkon që të jemi aty se numrat ton krijojnë këtë efekt. Këtë që sapo tregova me fulliqjen e Skënderhitajt në gjithë nivelet ndërkombëtare, sepse është kapur budallaj, duke përdorur shtetin për llogaritë të Ramës, që të mbledhi në mënyrë të palishme të dhënë 10.000 njerëzve në Google vlla, në rrjetet ndërkombëtare, që se bën dot pa marrëveshje dhe pa vepruar sipas ligjit. Pra kanë mbledhur dhëna për shqiptarët, ku ata nuk të lejojnë të mbledhësh dhëna, përveç se kur ka një procedim penal i bazuar në një bazë ligjore. Baza ligjore përcaktohet nga neni, pra për cilin nen, kur ti thua, po e bëj me nenin e mashtrimit, ndërhyrjes së tjera kompjuterike, ata thënë pritet valla se nëse ka avokatët më të mirë në botë ka kjo kompani. I ka më të mirë se edhe punojës të ministrive. Pse? Se ti di sa i paguan Google-i. Juristët vet. Po. Janë ndër më të paguarit në botë. Janë kompanitë më të fuqishme juridike në botë. Dhe kur vjen puna ke elementi kompjuterik, janë number 1 në planet. Tani, këto kompani që kanë këtë sistem juridik mbrojtje, me këto shtete që kanë këtë sistem juridik mbrojtje, kur shohin këto karagjozët tan, thonë ore këta janë fizulush që vinë nga pylli, apo janë juristë dhe drejtor policie të përgjithshëm. Pra ky gomar ka folliqur veten në nivel ndërkombëtar me idiotësinë që ka bërë. Tani pyetja thotë dikush, po jo se këta ndërkombëtarët janë me këta. Jo, pra jo. Jo. Po, do dalim vetëm ke një shtet që ndoshta mund të jetë me ta. Ora mund të kesh shumë shtete që janë. Jo, do kalim te Francat, francezët mund të jenë. Po nuk është gjithë bota.
Dhe arsyeja pse nuk është bota, është se Rama është kthyer në kost, në një problem. Është kthyer problem për ata, shtrohet për është kthyer virus për ata. Dhe neve kemi detyrë të tresim Ramën çdo ditë, në mënyrë që tretja që ne i bëjmë, ditën që do ta bëjmë kështu Ramës, pra, masi e tresim, më fal, do tretë, fare do ja bëjmë kaq, që ti ke fap kaq. Në këtë moment ne kemi nevojë të vazhdojmë procesin ton të tretjes ti. Duke i tretur Skënderij Hitaj, duke nxjerr Karagjos para gjithë ndërkombëtarëve në aspektin policor me përgjimin e 10.000 shtete. Tash çfarë është 10 përgjimi 10.000 shtetësve? Se tu fillon një muhabet i ri. Konsiderohet një nga standardet më të rëndësishme mos përgjimi shtetasve për arsye politike. Tash shpjegoj fjalën politike. A është kjo protestë politike? Shpërndajnë live-in. A është kjo protestë politike? A ka pas në Shqipëri protestë politike së kaq? Asnjëherë. Është protestë politike në histori. Tash këtë protestë më politike në histori. Kemi qeveri që kërkon të përgjojë 10.000 vet. Që ditë ata që janë kundërshtar qeverisë, arsye pse po veprojnë, apo ja. Tani pyetja është, në momentin që ti ke filluar të kapësh emrin e një personi si Altin Goxha, që është një nga njerëzit që ka bërë review. Ti ke shkel ligjin aty, jo marr Altin. Se duhet të kishe bazë ligjore ta bëje me këtë gjë. Duhet të kishe nën. Dhe çfarë bëri Kongomari? Për të larë atë me atë, mend me shën. Shkon Kongomari thotë ligji i shpifjes, vendendi i shpifjes. Kanë shpifur. O idiot. Po shpifja sipas ligjit shqiptar kërkon një palë që quhet viktima në këtë rast, e cila duhet të çojë në gjykatë dhe në prokurori dhe në polici çështjen, ta shpjegoj pak. Sipas ligjit shqiptar, neni shpifjes nuk bëhet me prokurori dhe as me polici. E ka të ndaluar me kodin procedurës dhe kodin penal. E kanë përcaktuar me qartë. Duhet jetë me iniciativën e viktimës, që nuk i drejtohet policisë shtetit, nuk i drejtohet prokurorisë, po i drejtohet gjykatës. Pra, Luca, po themi, duhet bënte një paditë drejtuar në gjykatë penale, ku faza parë është legitimiteti i palëve. Ku Luca nuk mund të përdorte dot policinë e shtetit dhe as prokurorin, ta shpjegoj pak këtë gjë, për të mbledhur dhëna persona, por të siguronte vetë. Kur shkon Altini në gjykatën penale, për nenin e shpifjes, si paditës, pra si avokati i viktimës, apo si viktim, apo si i paditur, apo si i akuzuar, e ka të ndaluar që pa mbyllur përpjekjen personale për të mbledhur të dhënat e identitetit të paditurit, të veproj një institucion tjetër. Ta shpjegoj pak. Shkon ti në gjykatë penale. Të duhet të gjesh Altin Tufën. Që ti Altin të duhet adresa e shtëpisë. Më dëgjon Altin. Për të gjetur adresën e shtëpisë, ti duhet i drejtohesh me një letër zyrtare institucioneve të gjendjes civile. Pra, masi ke gjetur emrin e Altin Tufës, do të drejtohesh gjendjes civile. Nëse ti do shton, për të do i thush gjykatës, pa dis filanin, të dhënat ja ku i kam, mungon adresa e shtëpisë sepse më refuzon gjendja civile se më thotë duhet me vendim gjykate. Dhe gjykata në këtë moment angazhohet me gjetë adresën. E kuptove se muhabeti po bëjon ty? Kishte ndonjë polici shteti këtu? Kishte ndonjë prokurori këtu? Më fal. Ç'pun ka Luca që të angazhojë Skënderij Hitaj për nenin e